Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, e sonte kam përballë një grua që në kohën e fundit po preferoj ta quaj dashnin më të madhe të kulturës së Prishtinës. Dhe kam një arsye shumë të veçantë pse e quaj si të tillë, sepse ka bërë një transformim shumë të madh në kulturën e Prishtinës. Është drejtoresha e kulturës, zonja Sibel Halimi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje Elvana, faleminderit shumë për ftesën. Shumë kënaqësi me të pas në këtë emision, tregojmë si je në këtë të shtunë. Se të kemi nxirr pak punë ditë vikendi. E shtunja ime zakonisht është e pa planifikuar. Shpeshherë, domethënë nëse kam ndonjë aktivitet kulturor, përpiqna me shku, me i vizitu dhe mi promovu cilin do aktivitet të cilat ndodhin në kryeqytet dhe ndonëherë edhe qëndroj edhe me familjarët. Gjithsesi je angazhume edhe në vikend. Patjetër. Mirë, Sibel, e thashë kam kënaqësinë shumë të madhe me të pas në këtë emision, sepse kam përshtypjen që për herë të parë do t'ja japësh kartat e jetës tënde në 3 perspektiva. Ne jemi mësuar të shohim si drejtoreshe kulturës, si poete, si artiste në përgjithësi, e thash si një njerëz që ka bërë transformime të mëdha në kulturën e Prishtinës, po sonte publiku ka me pas mundësinë me të njoftë për te kësaj. Para se të vim te kartat, e kam zakon të rikthej të gjitha hyneshat në retrospektiv si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Në këtë rast si ishte Sibeli? Zakonisht në emisionet kur flas në veten e parë, e kam shumë të vështirë, interesant, sepse unë jam avokuse i të drejtave, veprimtare të drejtave të njerëzit dhe zakonisht gjatë gjithë kohës, gjithë jeta ime ka shku me mbrojtjen e drejtave të njerëzve të cilët i kam pasur për rreth, edhe e kujtoj veten shumë aktive, ambicioze, domethënë tash edhe fëmiria e ka atë pjesën e vet që e mban mend dhe nuk e mban mend. Prej se e di veten që ekzistoj, domethënë edhe kur jam hyrë në shkollë, jam kujdes gjatë gjithë kohës edhe për nxënësit për rreth meje, shokët, shoqet të cilat kanë pas nevojë për një shtytje, për një motivim ose për kraje çfarë do qoftë. Kështu që tash kur e shoh veten në histori, edhe kur e vlerësoj se çfarë në të vërtetë kam bë, janë disa çështje që shpeshherë ajo çka e bën sot është një histori që e ke bë edhe në fëmijëri. Kështu që nuk është ndonjë dallim kush e di sa i madh për asaj se si. A do të thotë kjo është sekret suksesi që i ke sot lidhen me dëshirat tua si fëmijë, ke qenë e vogël? Natyrisht që dëshira si një koncept filozofik, mendoj që instalohet edhe prej konceptit shoqëror, domethënë është konstrukt shoqëror. Dhe sigurisht që dikush e ka injektuar tek unë, ka përbrensu dëshirën, por gjithsesi babai im ka pas një rol jashtëzakonisht të madh në jetën time, një rol shumë të rëndësishëm, sepse ka qenë shumë human dhe një njeri fisnik, i cili gjatë gjithë kohës çfarë do që ka ndodhur, ndonjë dukuri negative përreth neve, është përpiq me i arsyetu gjithmonë me idenë e një konteksti të caktuar. Kështu që babai im ka qenë një personalitet shumë frymëzues, i cili ma ka dhënë një farë mirësie për cilën sot kur gjendem në situata të palakmueshme, në situata të jashtëzakonshme, e kam të përbrensuar këtë mekanizmin e arsyetimit, them sigurisht që nuk ka të bëjë me mua, po ka të bëjë me mënyrën e jetesës edhe mendsinë që e kanë persona të caktuar. Kështu që historia apo e kaluara ime nuk është vendimtare për ato që e bëj unë, po është një farë udhërrëfimi që më ka bë të qëndroj në një pozitë që të përgjigj atë çka bëj sot. Pse zgjodhet pikërisht artin? Pse zgjodhet ato që e bëni sot? Çka të lidhi? Sigurisht është një soditje, një vështrim personal, i ndjeshmërisë së lartë për jetën e përditshme, jo vetëm timën, se shpeshherë kur krijoj edhe poezi edhe i studioj fenomenet shoqërore nga aspekti sociologjik, rrethi përgjithësi konsideron që ka të bëjë edhe me motive personale, por ne që shkruajmë, ne në rrëfimet tona personale janë rrëfimet edhe të tjerëve, ndjenjat e të tjerëve, domethënë situatat, ngjarje të ndryshme, jetat që bëjnë të tjerët, ato tani përmbrensohen tek unë, domethënë për dallim nga njerëzit, po e quaj kështu të zakonshëm, ne poetët kemi një ndjeshmëri pak më intensive dhe perceptojmë më shumë se sa zakonisht, dhe kjo natyrisht që e ka edhe barën e rëndë, sepse paramendoni tash kudo që jeti përbrenson jetën e tjerëve dhe pastaj përpiqna me i artikulu, qoftë nëpërmjet poezisë, po qoftë edhe nëpërmjet studimit të fenomeneve shoqërore. Po, natyrisht. Po më flet për poezinë, e mban mend poezinë e parë që e ke shkruar Sibel edhe në cilën moshë? Fatkeqësisht jo. Nuk e mbajnë mend saktësisht cila është poezia e parë, por e di që kam shkruar që nga
klasa fillore, do më thënë nga cikli fillor, edhe gjithmonë, do më thënë edhe kur kemi diskutu, atëre ka qenë profesorisha e gjuhës edhe letërsisë, do më thënë edhe kur shkolla e ka pas kurrikulin e vetë me tekste të ndryshme, vepra të ndryshme, unë asnjëherë nuk i kum lexuar vepra të cilat mi ka rekomandu arsimtare, por kam lexuar vepra të tjera dhe kemi ra kështu në një antagonizëm. Pak edhe rebele si nxënëse? Po natyrisht të shkruarit është në vetvetiu një lloj rebelizmi, sepse gjithmonë je në anën e kundërt të asaj rrjedhës së përgjithshme që e ka shoqëria, por kjo nuk është negative. Është në aspektin pozitiv sepse rebelizmi të jep mundësinë e qasjes kritike ndaj fenomeneve negative, por edhe ato që janë pozitive në dukje, por që janë negative në esencë, dhe rebelizmi këtë e ka, dhe në fakt sot kur e rishikoj vetveten në të kaluarën, gjithmonë, do më thonë, kam qenë edhe avokuse e të drejtave njerëzit gjatë gjithë kohës, do më thonë edhe një farë rebelizmi, jo duke i mbrojt drejtat e mia, kështu që këtu e kam pa që edhe sot nuk di mi mbrojt drejtat e mia, t'ju them të drejtën, këtë e kam se di është vesa po virtët, por nuk di të flas edhe në veten e parë dhe ti mbrojt të drejtat e mia kur shkelen ashta mënyrë flagrante nuk shkelen, por ka pa drejtësi kudo që jemi, natyrisht sidomos kur jetojmë në Kosovë. Shumë lehtë të flasësh për të tjerët se sa për veten, absolutisht. Jam gjendje për të tjerët të hyjnë në flak, po për vete them hajt se bëhet mirë, domethënë. Je më luftarake si Bela apo tërhiqesh në situata të caktuara? Varësisht nga situata. Domethënë jo të gjitha betejat janë të rëndësishme për të luftuar. Domethënë është mirë ndonjëherë të mendojmë pa zë, të reflektojmë dhe të dimë se çfarë betejë ja vlen të futesh në luftë dhe të luftosh. Do më thonë natyrisht ato beteja të cilat ka të bëjnë me të mirën e përgjithshme për drejtat e grave, të drejtat e fëmijëve, të drejtat e grupeve të marginalizuara, ja vlen të hysh në flak dhe të luftosh në secilën betejë. Qoftë edhe një person i cili i shkelet të drejta. Por jo të gjitha ja vlen, prandaj edhe përzgjedhja e personave me cilat ti hyn në betejë për të luftuar edhe ta përcaktojnë edhe karakterin edhe personalitetin. Kështu që përzgjedhi, varësisht nga situata dhe varësisht nga ngjarja, po dhe natyrisht që në secilën betejë kur përfshihem për të luftuar për një çështje të caktuar, domethënë ti 50% vetëm e di që është arrihet ai rezultat. Po, e fituar. Mirë, Sibel, kur kthehesh në retrospektiv, çka kujton si sfidën më të madhe të rinisë tënde, që të ka ngelur kështu në mendje? Qoftë gjatë shkollimeve, gjatë rritës, gjatë aktiviteteve të ndryshme që i ke zhvilluar. Sfidat kanë qenë gjithmonë pjesë përbërëse e ndërtimit të karrierës edhe të Sibelit, ashtu qysh dhe varësisht nga rrugtimi që fillon. Sigurisht që ne të cilat merremi pak me të drejtat e njerëzit dhe si më thash shpërthejmë atë membranën edhe të mendësisë kolektive që kanë për një çështje të caktuar, sfidat kanë qenë për t'i thyer tabut edhe për t'i nxjerrë në pa të gjithë njerëzit të cilët jetojnë në mënyrën e vet, domethënë, ashtu siç e kam jetuar jetën duke qenë vetvetja, kam dashur që këtë cilësi, këtë rrugtim m'ia u bë të mundshme edhe të tjerëve ta mbajnë vetveten ashtu siç janë, domethënë pa dashur domosdoshmërisht të ndryshojnë varësisht nga situatat edhe varësisht nga stigma, presionet sociale që i bëhen atyre. Kështu që gjithmonë kam qëndruar në stoike në këtë rrugtim dhe prandaj konsideroj që jam në paqe me vetveten. Kur je në paqe me vetveten është kur ti lufton për vetveten, ti jesh vetvetja pa e ndryshuar veten varësisht nga situatat në të cilat gjendesh. A ka ndonjë ëndër Sibeli që e ka pas kur ka qenë fëmijë dhe s'ka arritur ende me realizu? Ëndrat e mia nuk kanë qenë shumë të mëdha në kuptimin e asaj. Unë gjithmonë kam dashur me qenë shkrimtare, ku bëhem zëri i ndjeshmërisë edhe i njeriut se si jeton. Dua tash jam në fazën e fundit të përfundimit të doktoratës, kështu që edhe tash dua ta rrumbullaksoj një ide të tillë dhe ëndra
sa mi që më ke përfshi me mendu për ëndrat e mia, se pas na koqe, nuk pas na mendu, se cilat janë ëndrat e mia, sepse është ashtu një farë, gjithmonë e kum pas jetën dinamike, edhe kum shfrytzu maksimalisht për të mirë, edhe për ta vënë në pa, domethënë fenomenet e shoqërisë, për të shkruar dhe për të ekspozuar. Ideja e vetë emisionit është me njoft vetveten më shumë dhe me trikësyna. Ëndra nuk spas. Faleminderit. Po të kujtohet. Jo, s'm kujtohet. Okej, pas emisionit na tregon kur të kujtohet cila ka qenë ëndra. Kam me thirr në telefon, kam me thonë e kuptova ëndrën. Po realisht ëndra e me vetmi është që me qenë për tokë edhe me shkru sa më shumë, edhe me qenë në paqe me veten. Kjo është ëndra më e mirë jamja të cilën besoj që e zbatoj çdo ditë. Mirë, Sibel, një pyetje të fundit para se të vim tek hapja e kartave, sot ka ndryshuar pozita e drejtoreshës së kulturës në Prishtinë nga ajo artistja shumë dimensionale që ne e kemi njohur prej vitesh. Apo ke preferuar me mbetë e njëjta? Unë besoj që natyrisht që për nga aspekti i përgjegjësisë të jep dinamik tjetër, është përgjegjësi shumë e madhe, ti je drejtoresh për kulturë në kryeqytet, sidomos kur keni komunitet i cili kërkon shumë mbështetje, kërkon prezencë edhe në ngjarjet, veprat të cilat i realizojnë ata apo ato. Në fakt nuk më ka ndryshuar për sa i përket personalitetit, unë vazhdoj të jem ajo që jam, pavarësisht çfarë pozita edhe qëndroj, vazhdoj të shkruaj, vazhdoj të jem dinamike, po ndoshta kjo drejtoria për kulturë ta jep mundësinë që unë të jem në harmoni me kulturën edhe artin, sepse vetë vi nga komuniteti i artit dhe kulturës, por natyrisht që pozita e të qenur drejtoreshe ka edhe pjesën administrative, burokratike, për cilën unë e kum bash shumë me dashurinë. E tash po besoj kupton shumë më shumë ndoshta vështirësitë dhe sfidat që i kanë artistët. Natyrisht. Në fakt në vetë kum qenë gjatë gjithë kohës pjesë e komunitetit të artistëve dhe pothuajse kam qenë e mishëruar me vështirësitë që ata i kanë, kështu që mu dha mundësia që tash si drejtoresh të gjindem afër atyre dhe ta kem një ndjeshmëri pak më të madhe se sa nëse do ta kishte këtë pozitë dikush tjetër e cila nuk vjen nga kjo sferë. Natyrisht. Mirë, dashur, është koha që këtë emision të nisi me një pikë muzikore për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në valët e Radio Kosovës, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga valët tona, sepse pas pak drejtoresha Sibel Halimi do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Ta shohim se ku do ta përplas jeta drejtoresha në këto karta. Rikthehemi pas pak. Miq të dashur të Radio Kosovës, jemi rikthyer sërish në studio, po ju shoqëron emisioni Hynesha, me ju jam unë Elvana Shala, e sonte përballë kam Sibel Halimin, dashnin më madhe të kulturës në kryeqytet, siç po preferoj unë ta quaj ditëve të fundit, sepse e thash ajo ka bërë një transformim shumë të madh sa i përket aspektit të artit dhe kulturës në qytetin e Prishtinës. Tash është koha që ajo të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva, e dashur e gati. Po. Zgjidhni një kartë nga e kaluara, në fillim, në mes, në fund, ku të duash. Hajde, ma jep mua. Sibeli, shkoj me të parën. Cila është këshilla më e mirë që keni marrë për të thënë po dhe nga kush? Në të kaluarën tënde, sigurisht ke marrë shumë këshilla, po cila është më e mira që e ke marrë për të thënë po edhe prej kujt? Ka qenë një profesor i filozofisë në shkollën e mesme, i cili më ka orientu drejt filozofisë dhe sociologjisë. Edhe kur natyrisht në një kohë ku filozofia, sociologjia s'ka qenë shumë atraktive për nxënësit e asaj kohe, orientimi im ishte që nga e kohë në këto 2 shkenca, dhe ai më tha, kur ja shtrova pyetjen që dua ta studioj filozofinë dhe ishte mendimi i tij shumë i rëndësishëm, edhe më tha po, patjetër, sepse ti je pikërisht një person i cili mund t'i sjellësh shumë sociologjisë dhe filozofisë, sepse percepton më shumë se sa nxënësit e zakonshëm, kështu që filozofia ta jep mundësinë dhe sociologjia që duke i perceptuar fenomenet e ndryshme dhe t'i artikulosh pastaj në mënyrë shkencore. Kështu që këtë e konsideron si këshillën më të mirë? Këshillën më të mirë, që sepse kjo ka qenë premisa e parë e rrugtimit tim, sepse natyrisht në një periudhë të atërshme ku nuk ka qenë shumë atraktive këto 2 shkenca, orientimi e asaj çfarë jam sot
është si rezultati i profesorit të filozofisë i cili më ka orientuar dhe një poeti ka Natyrisht. Po si qëndron Sibeli me këshillat, jep shumë këshilla njerëzve të tjerë apo vetëm atëherë kur të kërkohet? Më shumë kur më kërkohet, sepse të japësh këshill dikujt që nuk ta kërkon është ndërhyrje në jetën personale të tjetrit. Kështu që jam shumë e kujdesshme në këshillat që jap, më shumë jap dashni, po ashtu edhe e modifikoj këshillën, ndoshta duke ofruar modele tjetër, po jo këshilla klasike, Direkte, sepse unë konsideroj që në shoqëritë patriarkale, në shoqëritë e kontrolluara, shpesh herë tjetri ka shumë të drejtë për me të orientu nëpërmjet këshillave se si ai apo ajo do ta jeton jetën, kështu që unë jam shumë e kujdesshme në relacion me tjetrin, edhe sidomos në artikulimin e këshillave që mund t'ja jap. Por natyrisht si sociologe kur më kërkohet, e marr shumë seriozisht, sidomos në situata të caktuara, kur dikush më thot se çfarë të bëj me kët, unë shpesh edhe nuk di t'i jap menjëherë këshilla, dua që të reflektoj mbi jetën që e bën tjetri edhe pastaj edhe t'ja jap këshillën adekuate, sepse megjithatë kur fillon të bëhesh person publik apo të reprezentosh një shkencë siç është sociologjia, duhet të jesh edhe matur në këshillat që ja jap tjetrit. Mbi këtë bazë që po flas, cila është këshilla më e vështirë që e ke dhënë atëherë kur të është kërkuar? Që e mban mend? Fatkeqësisht nuk e mbaj mend. Domethënë, unë gjatë gjithë kohës jam në këtë ciklin e këshillave dhe përgjithësisë, t'ju them të drejtën, sepse tash këshillat dallojnë, domethënë nga këshilla personale që dikush ta kërkon, nga këshilla profesionale, nga këshilla në pozitën të cilën e mban, domethënë kolektivin të cilën e menaxhon, e udhëheq, pastaj këshilla e kryetarit që duhet t'ja japësh për sferën e kulturës edhe artit. Domethënë kemi lloje të ndryshme të këshillave, por kryesisht preferoj që të mos jap shumë këshilla. Jam e rezervuar. Jam shumë e rezervuar edhe vetëm kur më kërkohet, sepse ndoshta kjo vjen si rezultat edhe idesë që nuk jam person që imponohem shumë, se ndonjëherë përdoret këshilla si mekanizëm për tu imponuar në jetën e tjetrit, kështu që unë e lë të lirë gjithmonë. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjidhni një kartë. Krejt me të parat. Ne ndajmë mbështetje në lloje emocionale, teknike dhe praktike. Merrni parasysh shembullin më poshtë. Nën A, çfarë lloj mbështetjeje jepni më shumë ose është më e lehtë për ju të jepni, dhe nën B, çfarë lloj mbështetjeje keni më shumë nevojë për momentin. Do me thëmë për mua, çfarë nevoje kam? Ti çfarë lloj mbështetje jep më shumë? Pra e ndaj mbështetjen e tham në fillim në ato emocionale, teknike dhe praktike. Nën A, cilën mbështetje jep më shumë, dhe nën B, për cilën mbështetje ke ti më shumë nevojë? Varsisht nga ajo që ka kërkohet edhe ju ofroj mbështetje. Për shembull tani si drejtorish për kulturë, shpesh më kërkohen mbështetja teknike. Financiare. E kam pas një kontratë të kuratorit dhe kërkesa kam pas nga më të ndryshëm nga artistët, që t'i ndihmoj për sa i përket pjesës teknike, të organizimit të ngjarjeve ndryshme, kështu që nuk kam hezitu gjithmonë në ato evente të cilat kam pas peshë shumë të rëndësishme të kryeqytetit. Dhe mbështetja emocionale unë pothuajse jep çdo ditë. Domethënë e kam pjesë të përditshmërisë, që nënkuptoj frymëzimin, motivimin të kjo pjesa emocionale. Tek unë në drejtorinë për kulturë nuk dua ta shoh askën të palumtur. Domethënë dua që njerëzit janë të lumtur, të frymëzuar, të motivuar në ditën që e bëjnë, dhe shpesh herë kur diskutoj me stafin gjithmonë them, puna mund të mos kryhet, por unë dua që ju të shkoni mirë në shtëpitë tuaja nga drejtoria për kulturë. Nuk isha dosht asnjëherë që domethënë të bartin stafi im tek shtëpia energjinë e keqe, toksike që eventualisht mund të krijohet, sepse ne kemi përgjegjësi si drejtori, dhe unë përpiqem shumë të kujdesna pjesën emocionale të gjithë njerëzve të cilët më rrethojnë. Po sa kujdeset për veten në këtë aspekt, Sibeli? Unë kam një burem duke u kujdesur për të tjerët e harrojmë veten. E di, kështu që unë kam një burem të pashtershëm të frymëzimit edhe energjinë në familje. Kam një burr të jashtëzakonshëm, i kam 2 fëmijë, të cilët që në momentin kur e hapi derën e banesës edhe i shatu 3 fytyra të lumtura, se më bën të çaj, edhe ndihem jashtëzakonisht person me fat që i kam, edhe ndoshta kur jemi të qetë, rahat në familje, po ashtu kur jemi edhe
rahat me paqe me veten, Po. atëherë ki mundësi shumë me dhanë, por gjithsesi që natyrisht që nuk e kam lehtë. Nuk e kam lehtë Kuptohet. sepse është një dinamik e tmerrshme të cilën e bëj, po frymëzimi i pashtershëm është familja. Dhe edhe leximi, edhe krimtaria. Kështu që Për çto te jam pak a kësaj, a shumë. ka Sibeli nevojë për ndonjë mbështetje aktualisht për veten e saj? Prej këtyre trijave që i përmendëm. Po, Jo në këtë moment që po flasim, por në përgjithësi në të tashmen tënde. ndoshta kam pak nevojë mbështetje për të pasur pak një lloj qetësie për të përfunduar doktoraturën. Sepse kam nevojë kështu vetëm ta Për lexoj. koncentrim më të madh. Po, kam nevojë kështu ta lexoj edhe një herë prej fillimit deri në fund, këtë vetë më duhet patjetër ta rumbullaksoj sepse mu ka stërgjohat pak më shumë. Cila është teza e doktoratës? Trupi si konstrukt shoqëror drejt sociologjisë së trupit. Interesante. Është temë shumë dimensionale, është temë shumë karakteristike, bëhet për herë të parë në Kosovë, edhe prandaj edhe më ka marrë pak kohë sepse është shumë interdisiplinare, është filozofi, është feminizëm, është sociologji. Edhe tash kam nevojë për ndoshta kjo quhet mbështetje teknike, Po. do më mbyll derën. Dhe emocionale në të njëjtën Edhe kohë. emocionale për Me t'i t'lanë dhënë pak fond. qetë. Po natyrisht që kur ta merr përgjegjësinë e drejtoreshës nuk mundesh deri në fund me qenë qetë Është e për vërtetë. të bërë punët e mira për vete, po kombinojmë Gjithsesi jam e bindur që ti do t'ja dalësh. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të mendoni të lexoni një libër. Cilin libër do të zgjidhnit dhe pse? Po të lidhen kartat. Pikrisht librit të tra ty. Në gjithë këto diskutime që i bën bashk, si për të kaluarën tënde, si për të tashmen, nëse do ta përmbledhje në një libër të vetëm, cili do të ishte ai? Cili libër të përshtatet ty si Sibel, si karakter? Ka shumë të tillë, ndoshta s'kisha me u përfshi në letërsi, po te Gjadi Butler dhe Simone de Beauvoir, do më thënë janë dy shkrimtare, po sociologe studiuese feministe, të cilat edhe pak a shumë kanë qenë frymëzueset e mia dhe në orientimin tim në përzgjedhjen e temave që i kam trajtuar gjatë gjithë kohës, kështu që besoj që këto dy libra shumë të rëndësishëm që trajtojnë fenomene të ndryshme më karakterizojnë edhe më përmbledhin edhe mua. Mirë, interesante dhe e bukur kjo, kur e gjejmë veten në libra të tillë që janë pak më të jashtëzakonshëm dhe më të veçantë dhe ju ndoshta shumë të njohur edhe për pjesën më të madhe të publikut. E dashur shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Jashtëzakonisht bukur, mirë, domethënë më kesh ti ndoshta me mendu për veten pak më shumë, kështu që faleminderit. Do ta shohim në fund reflektimin tënd mbi veten tënde kur të përfundojnë kartat. Është koha që sërish të vazhdojmë emisionin me një pikë muzikore, ju asesi mos u largoni, vjen pas pak raundi i dytë i hapjes së kartave të Sibel Halimit. Dëgjues të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në emisionin Hynesha, tash është koha e raundit të dytë të hapjes së kartave të hyneshës sime personte Sibel Halimi. Ai gati dashur? Po. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. Don me shku krejt me të parat. Hajde. Çfarë e ka nxitur këtë reagim? Në të kaluarën tënde, sigurisht ke pas reagime të forta, qoftë pozitive, qoftë negative për situata të ndryshme. Çka zakonisht nxisin këto reagime tek Sibeli? Çka të bën me reagu? Padrejtësia. Do me thonë, kur e shoh dikën, pavarësisht kostos që unë e barti me reagimin tim, nëse e shoh që dikush po bën padrejtësi ndaj dikujt, jam gjendje të reagoj shumë ashpër, edhe pa kalkulu, do me thonë, pozitën që ka të bëj me mu. Pasojat që ndërlidhen gjithmonë me mu, kështu që detektoj çdo problem që është përreth dhe nuk e lejoj, aty ku jam unë. Në prezenca ime nuk e lejon askën të ndihet keq, apo dikush ta stigmatizoj dikën tjetër. Kështu që këtu janë reagime shumë të ashpra dhe pa pardon. E mban mend ndonjë situatë që mund ta ndash me ne që ti ke reaguar shumë ashpër? E mbajnë mend, po për shkak të situatave delikate që përfshin edhe tjetrin dhe që nuk dua ta identifikoj se kush është. Por, a mundesh ma shpjegu vetë situatën, pa përmend emra? Patjetër, do më thonë kemi qenë një situatë kur natyrisht që tash rrethonat e ndryshme njerëzit i bëjnë edhe ta shfrytëzojnë çdo hapësirë që e kanë, vetëm për të përfituar personalisht, dhe ka stigmatizuar dhe faktikisht e ka bullizuar personin e kundër vetëm që të dalë në pa personi tjetër, dhe unë këtë nuk e kam lejuar dhe kam reaguar me ashpërsinë më të madhe, gjithmonë duke arritur vedin edhe personit në fjalë që
ti mund të arrish një pozitë të caktuar, të privilegjuar, por Jo duke shkel tjetrin. mesazhi im është gjithmonë që secili, sidomos në një kohë të sotëm ku diversiteti, mundësia për t'i realizuar ëndrat janë shumë më të mëdha se sa kur kemi qenë ne si të ri, nuk ka nevojë që dikush të bullizohet apo të ndihet keq, vetëm që ti të dalësh në pa. Pa diskutim. Çka tashmë në këtë pikë, si dhe një kartë? Në çfarë situatash në jetën tuaj jeni ndjerë e humbur dhe e çorientuar, si ka ndodhur? Konfuziteti, çorientimi, shpesh herë vjen si rezultat kur fillojmë të mendojmë për veten. Dhe kur fillon të rikthehesh edhe pastaj e humb deri dikun aftësinë për të gjykuar sakt, kështu që unë e shoh pozitivisht, se kur e shoh veten që po bëhem konfuze në vlerësim edhe në përditshmëri të tërhiqem, krijoj distancë. Domethënë jam nga ata persona që situata të cilat nuk mund t'i menaxhoj apo të udhëheq, nuk është e rëndësishme prezenca ime, unë tërheqem, pavarësisht edhe nëse humbi shumë. Kështu që nuk i dua situatat konfuze, distancohem, rikthehem vetvetes sodes një situatë të caktuar vetëm që mos ta lindoj as veten as tjerë. Ke pasur momente të shpeshta të ndjerit e çorientuar? Jo shumë, e çorientuar në kuptimin jo shumë, po jo deri në fund ne kemi vendimarrje për situatat e caktuara. Shpesh sidomos në Kosovë, thjesht jeta zhvillohet asaj që ec para këmbëve të tua dhe nuk po kur je në pozitat vendimarrëse, unë nuk isha dashur në asnjë moment që unë të ri pasive dhe t'i shikoj ato situata se si po ndodhe, sidomos kur vendimarrja ime është shumë e rëndësishme. Kështu që preferoj të krijoj një distancë, së di sakt çfarë po ndodh, edhe pastaj të marr hapat adekuat. Në këtë mandat të vendimarrjes tënde ke pasur situata që je ndjerë në siklet? E që kam përshtypjen se po. Natyrisht. Natyrisht të qenë drejtoresh për kulturë është një përgjegjësi shumë e madhe, sidomos kur e merr afër zemrës edhe kur dëshiron që të kontribosh atë sa ke mundësi. Unë kam marrë mandatin 2 vjetët e fundit dhe është dashur të punoj me shpejtësinë e dritës në mënyrë që t'i lëvizi disa çështje me rëndësi, sepse sot po jetojmë në një kohë ku arti mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm në rikthimin e humanitetit, në rikthimin e një ndjenje e cila neve na ka humbur fatkeqësisht për shumë rrethana të caktuara. Dhe mbi të gjitha në ngritjen e imazhit të shtetit jashtë. Absolutisht. Duke qenë se jemi ende shteti i ri. Kosova, Prishtina ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe kur je në këtë pozitë, unë doja shumë t'i japja dritë. T'i japja dritë secilit që dëshiron të jap kontribut në sferën e kulturës edhe artit. Dhe sot ne në këtë kohë në të cilin po jetojmë, ne duhet të komunikojmë me botën e jashtme nëpërmjet artit dhe kulturës. Nuk ka përfaqësues më të denjtë të këtij potenciali që e kemi këtu se sa artistët. Sepse artistët me veprat e tyre dhe shpërfaqen faktikisht edhe të jashtëzakonshëm që e kanë qytetarët e Kosovës, e kanë qytetarët e Prishtinës, e kanë artistët tanë, vetëm në këtë pozitë unë jam përpjek shumë që t'ja jap dritën edhe t'ja jap mundësinë atë sa unë më ka taku si drejtoresh për kulturë. Si e sheh Sibeli, jashtë aspektit të qenit drejtoresh e kulturës, artin në përgjithësi në Kosovë, kemi zhvillim apo kemi ngecje? Fatmirësisht Kosova më nuk është e mbyllur. Është e hapur dhe artistët tanë, sidomos ata të cilët kanë krijuar një personalitet, një emër, po lëvizin edhe në vendet e zhvilluara ku po i çmohet puna e tyre. Kështu që prandaj ne fakt si drejtoresh për kulturën jam përpiqur gjatë gjithë kohës t'i shoh talentet e rinj. Sepse t'i nxjerrim në pa ata, pastaj ata e vazhdojnë rrugtimin e tyre, por kemi potencial të jashtëzakonshëm, kemi potencial më shumë se sa që ne jemi të vetëdijshëm. Është e vërtetë dhe besoj që po. Edhe në këtë pozitë kam vrejtë edhe më shumë që kemi shumë potencial, veç që na duhet përkraje institucionale dhe na duhet një përkraje artistëve tonë që ndoshta një përkraje shumë e vogël ata mund të shkëlqejnë diku jashtë. Mund të shpërthejnë. Pa diskutim dhe jemi dëshmitar të faktit që arti dhe kultura shpeshherë ka thyer edhe barrierat më të vështira politike
politike. Ka pasur qasje aty ku fare ndoshta politika me gjithë mekanizmat e saj nuk mund ta dërgojë zërin e Kosovës, është arti dhe kultura që e ka dërgu. Sakt. Mirë, e dashur çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund, zgjidheni kartë. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Zakonisht besohet se ajo në të cilën ne investojmë energjinë tonë, gjithashtu rritet. Rendisni 3 gjëra për të cilat ndiheni personalisht krenare dhe në të cilat keni investuar shumë nga energjia juaj. Janë lloje të ndryshme të energjive. Domethënë është energjia që vjen si rezultat i pozitës të cilën unë e kam, energjia për të shtyr projektet e rëndësishme dhe për këtë jam krenare për periudhën të cilën kam qëndruar, gjithmonë e potencoj. Krenare sepse kam rumbullaksuar idenë e bunkerëve nga një errësirë, nga frikë, janë transformuar në qendër për art dhe kulturë. Që u lansua javën e kaluar. Saksisht dhe e kemi transformuar faktikisht në shpresë, në dritë dhe e kemi ndriçuar atë pjesë të lagjës ku njerëzve ju ka qenë faktikisht i burim i frikës kushdo që ka kalu për asaj, tani më ka shumë vepra të njohura. Energjia tjetër është energjia që e bart tek njerëzit. Energjia shpresës, energjia e motivimit, energjia që njerëzit të ndihen mirë ata nga ajo që janë, energjia për të qenë vetja, energjia për t'i frymëzuar, për të vazhduar punën që ata e nisin pavarësisht vështirësive të ndryshme. Kështu që ajo energjia sado që investon konsiderohet në pamjen e parë që të merr, por ti merr pastaj. Merr sepse dikush është ashtu i projektuar që duke dhënë merr shumë. A do të thotë kjo që jeni krenare edhe për energjinë që e përçoni tek njerëzit, sepse të rikthehet? Rikthimi është sepse jap. Domethënë jo domosdoshmërisht energjinë që e jep të dikush ta kthen po i njëjti person, nuk e kam kalkuluar asnjëherë, sepse kjo lidhet me diçka që ka të bëjë me mua. Edhe me gjithë shef ndonjëherë kisha qëndru vetëm edhe s'kisha dhënë energji hiç ndoshta, po ka diçka që nuk natyra jote është e tillë. Më vë në lëvizje, më konsideroj që aty ku jam do të më dhanë energji të mirë. Dhe gjëja e tretë për cilën ndihesh krenare? Kryesisht jam krenare me krenarinë e tjerëve. Kur investoj diçka dhe i shoh që njerëzit janë krenar dhe suksesi i tjerëve, kur e shoh që ata po ndihen mirë nga një investim ndoshta shumë i vogël, edhe qoftë nëpërmjet energjisë së vasi, po jam shumë e lumtur që shtëpia, shkolla e artistëve po shndrohet në muze. Edhe fal një shtytjes të jashtëzakonshme të cilën e kam pas, edhe besoj që unë dua që ta vëj në pa, ta nxjerr nga Kosova dhe një situatë, një ngjarje që ka karakterizuar Kosovën, domethënë sistemi paralel. Rezistenca që e kam pas, solidariteti organik që e kam pas shqiptarët në atë kohë ku s'ka thjesht shtetin e kam pas kundër, ata kanë ekzistuar, kanë bjetu, qoftë nëpërmjet shëndetësisë, qoftë nëpërmjet arsimit, familja e artistëve domethënë e ka rreziku jetën sepse e dim në çfarë situata kanë jetu, kur dikush e ka lëshu shtëpinë për shkolla, e kanë rreziku jetën e vet, edhe të familjarëve të vet. Dhe paramendo pse të mos e komunikojmë këtë vlerë të jashtëzakonshme me botën e jashtme. Themi që Kosova ka pasur luftë, po ka pas paqe. Para se të ekzistojë lufta. Është punu për paqe mbi gjithë. Është punu për paqe dhe kjo më bën krenare që me realizimin të projektit të hertezve, domethënë ne kemi me komuniku një vlerë shumë sublime. Dhe ne mezi po presim me pa. Sublime që e ka pas shoqëria jonë. Edhe kështu që kur je në pozitat e tilla, siç jam unë si drejtoresh për kulturë, domethënë është shumë e nevojshme që ta shfrytëzojmë gjithë kapacitetin institucional edhe për ta shpërthy potencialin edhe të mira që i ka ky vend. E dashur në këtë pikë të emisionit unë zakonisht i pyes mysafirët sa janë të lidhur me artin, ty s'kam nevojë me të pyet sepse vjen nga sfera e artit, po dua të pyes sa je e lidhur me muzikën edhe sa dëgjon muzikë Sibeli në kohën e saj të lirë. Jashtëzakonisht shumë. Unë punoj me muzikë. Sa e mirë kjo. Do me thënë e nis ditën me muzikë dhe përfundon si të tillë. Po, edhe kam zyrë gjatë gjithë kohës e lëshoj muzikën edhe instrumental që muzikë klasike, domethënë që punoj edhe reflektoj nëpërmjet muzikës, unë nuk di të jetoj pa muzikë. Cila do të ishte një dëshirë muzikore që ne mund ta plotësojmë për ty sonte në emisionin e Cila do të qoftë që ju e keni përzgjedhur në repertuar, zgjidhe një artist të paktën. Një artist preferuar.
Qoftë vendor, qoftë huaj, s'ka rëndësi. Po, së fundmi, në fakt, jam duke dëgju edhe Nick Cave. Nick Cave, okay. Po, cilën do këngë të Nick Cave më kish pëlqy. Ndoshta Into My Arms. Okay. Është një prej këngëve që e dua jashtëzakonisht shumë. Mirë, do të los deskun e muzikës që të plotësojmë këtë dëshirë muzikore të Nick Cave për drejtoreshën e kulturës dhe hyneshën time për sonte zonjën Sibel Halimi, ndërkohë që ju mos u largoni nga valët tona sepse pas pak vim me raundin e tretë dhe të fundit. Ta shohim për cilat perspektiva të jetës do të na flas Sibeli në vazhdim. Kemi dëgjuar kështu bashk Nick Cave për dëshirën e hyneshës time për sonte që është Sibel Halimi, e cila po bën hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. A je gati për raundin e tretë dhe të fundit? Patjetër. Zgjedhni një kartë nga e kaluara. Nuk më ndroj të parat. Ato janë destinu për mu në lëvizje. Si menduat se mësuat ta përdorni atë? Si mendon se mësove ta përdorësh të kaluarën tënde? Kur kthehesh edhe e mendon sot? Është ndjeshmëri, është perspektivë specifike, sepse unë jam individualiste për nga orientimi teorik, dhe besoj që secili individ e ka një kod të së kaluarës, që ja jep mundësim për të perceptuar të tashmen dhe të ardhmen. Ta ndjej të tashmen dhe ta perceptoj të ardhmen, ta projektoj të ardhmen. Kështu që e gjithë mënyra ime se si kam jetuar, se si kam përzgjedhur, se si kam ndjerë, ka qenë një bagazh shumë i rëndësishëm emocional dhe profesional, që sot jam ajo që jam sot. Sigur të kishe mundësi të riktheheshe, çka do të ndryshoje nga e kaluara jote, që e ke si lloj pengo, sikur të kisha mundësi do ta bëja ndryshe. Ama t'ju them të drejtën, absolutisht asgjë s'do të ndryshoja. Kështu nuk është kjo një pyetje që më bëhet tash, po ja ku më bësh shpesh herë vetveten çka kisha ndryshu. Mendoj që çdo jetë edhe çdo etapë në për cilën kam kalu, më ka bë mundi ndryshe, më ka bë me undi të veçantë në mënyrën se si e jetoj jetën sot, kështu që jam shumë, ndoshta për shkak edhe që jam me paqe me veten gjatë gjithë kohës, edhe për zgjedhjen e kam bërë si saj, edhe pavarësisht sfidave në për cilat unë kam kalu. Natyrisht. Çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjidhe një kartë. Ekzistojnë 5 kërkesa të forta të brendshme. Nën A, jeni të përsosur, ju nuk keni të drejtë të bëni një gabim. Nën B, bëhu i fort, nën C, nuk mjafton, nën D, nxitoni dhe nën E, kënaqni të tjerët. Cila nga këto kërkesa është mbizotruese tek ju? Cila është Sibeli në këtë rast? Mundesh me i parë? Po, ndoshta bëhu i fort. Do më thonë, përpiqem me qenë afër njerëzve të cilët shpeshherë e dim në për çfarë periudha dikush mundet me kalu, dhe natyrisht slogani më i fuqishëm edhe më inkurajues është bëhu i fort, sepse ti do t'ja dalësh. Natyrisht sepse të qenurit i fort është një farë fuqie për të kaluar cili do problem që mundet me A do të thotë kjo që Sibeli a kërkon vetës të jetë e fortë në vazhdimsi? Natyrisht, edhe pse edhe kur biem, i them vetës bëhu e fortë, sepse unë kam humbë babain, edhe nuk ka qenë e pa ndikushme në jetën time, sepse ka qenë person i rëndësishëm. Dhe slogani bëhu e fortë është për ta bërë krenar edhe atë. Për ta përbrendsuar gjithë atë mirësi, atë humanitet të cilën ai e ka pas, edhe bëhet shtytse edhe të asaj çfarë bëj sot. Me që përmende babin, cili është një mesazh që ai ta ka dhënë në jetë dhe ti nuk e harron asnjëherë? Bëhu vetja. Wow. Po, mos ndrysho për asnjë çmim. Do të thonë, unë besoj që premisa kryesore mbi të cilën sot jam pak a shumë paqe me vetveten është këshilla e tij, që bëhu vetja dhe asnjëherë mos të çojnë pesh mendimet e tjerëve mbi ty. Do më thonë, ka pas një rrugtim shumë specifik edhe të vetë jetës së tij, por edhe tek ndikimet të cilën e ka pas tek une. Ka pas situata për shembull shumë interesant kur kemi qëndru tek familjet, për shembull kur është fol keq, më ka largu. Do të thonë, ka pas edukata e tij në jetën time ka qenë shumë kruciale mbi të cilën sot jam.
Po ndoshta e ka pas edhe anën tjetër negative, sepse sot unë nuk mund t'i përballoj situatat e jashtëzakonshme negative. Domethënë, shpesh Ndoshta e ke si një lloj trashëgimie prej ti. Gjatë gjithë kohës, domethënë përpiqna mi dhënë orientim pozitiv, sepse njerëzit natyrisht që kanë edhe nevoja të ndryshme, rita të ndryshme, edhe edukat tjetër, kështu që përpiqemi kësaj që Mirë, e do shrosh një pyetje brenda kartave që nuk e di nëse do të bie ty, por dua shumë ta bëj këtë pyetje, pavarësisht nëse do të bie ose jo. Me qenë se më fole për babin edhe me një entuziazëm, me një nostalgji të jashtëzakonshme për shkak të lidhjes që ke pas me të, nëse do të kishe mundësi t'ja shkruaje një letër edhe ti tregoje gjithçka, cili do të ishte mesazhi më i rëndësishëm brenda saj? Do t'i thoja faleminderit. Vetëm kaq? Vetëm kaq. Sepse sot mënyra se si ai më ka edukuar, këshillat e cilat më ka dhënë, kanë qenë frymëzuese dhe janë edhe sot. Dhe unë gjatë gjithë kohës jap këshilla të përpunuara, natyrisht që roli i prindit është jashtëzakonisht i madh. Jo vetëm nëpërmjet diskutimit, por edhe për modelin që ata e ofrojnë tek fëmijët, mënyra se si jetojnë, mënyra se si japin këshilla, mënyra se si e trajtojnë nanën e tyre. Kjo ka shumë rëndësi. Dhe nuk do doja asgjë tjetër t'i them veç do t'i thoja faleminderit dhe ai e dem pse i them faleminderit. Mesazh i shkurt, por me një domethënie shumë të veçantë brenda saj, sepse brenda asaj të faleminderit sigurisht fshihen edhe shumë arsye të tjera pse ti don t'i thuash faleminderit. Dhe unë jam shumë e bindur që ajo është krenar me ty kudo që është edhe kudo që të sheh, për personalitetin që ti sot e ke krijuar dhe mbi gjitha për energjinë pozitive që e përçon edhe tek gjeneratat e tjera. Faleminderit shumë Elvana. Çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Hajde. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të jetë më mirë të bëni disa ushtrime ose aktivitete tjera fizike. Cili ushtrim apo aktivitet do të zgjidhnit dhe pse? Në gjithë temat që i diskutuam, dhe nganjëherë kur ndihesh edhe e lodhur, edhe ndoshta që thjesht nuk mundesh më, që shpesh e përmende ka pas raste edhe kur ke qenë fare për tokë. Cili aktivitet do të ndihmonte më shumë që të ringriheshe me veten tënde? Fatkeqësisht. Nuk je shumë me aktiviteteve fizike, a? Jam në një pozitë tani që shumë pak bëj lëvizje fizike. Okej, edhe kuptueshme. Bile me vajzën e kemi gjatë gjithë kohës bashkë bisedimin, kur tha ty është vërtet me nxjerr te dera. Tani bën çfarë do lloj aktivitet, ndash fitness, ndash lëviz, ndash. Kështu që përpiqna me bicikletë. Okej. Domethënë i kumblet 2 bicikleta. Mendojsha që e para ka problem. Nuk po mundem, edhe thash po e marr një tjetër, ndoshta kjo më motivon. Po është përditshmëri, aktiviteti fizik, domethënë është mendësi, edhe natyrisht kur i ke gjithë këto angazhime, edhe e tjetra është që edhe kam djalin e vogël, Noli është shumë i vogël, edhe tani duhet disa peripeci, kujt pjalen, kush po kujdeset për to që ti ta bësh një orë aktivitet fizik, kështu që hoqi dorë. Uroj shumë që kur ta përfundoj doktoratin, edhe Noli të rritet, unë duna patjetër me u rikthy, po kjo energjia besoj që është një lloj aktiviteti fizik. Cilën do ta zgjidhje? Natyrën, ecjen në natyrë apo fitnessin apo? Nëse unë eci në natyrë edhe kthena në shtëpi, tham, "Ua, pse nuk e bëj këtë çdo ditë? Pse nuk e kom përfshi në jetën time të përditshme? Ndoshta ecja do të ishte fantastike, po dhe me bicikletë patjetër." Gjithsesi, natyrën shihet që e preferon. Po, natyrisht, shumë më shumë se sa cilin do hapësirë tjetër. E dashur, kaq ishin minutat e hapjes së kartave të jetës tënde në 3 perspektiva, tani krejt në fund tregom cili është reflektimi yt mbi veten tënde. Jam e bindur që shumë gjëra që i folëm këtu bashk nuk i ke fol asnjëherë publikisht. 2 herë më mboshën syt me lot. Elvana, ke arrit të më rikthesh te vetja dhe të mendoj më shumë për veten. Faleminderit shumë. U kënaqa me ty si gjithmonë, edhe ti je fantastike. Faleminderit. Unë e kënaqna kudo që të takoj edhe ne keni brendësi të jashtëzakonshme, edhe ndonar kimia që e kemi njëra me tjetrën, edhe sot më ka shty me ardhë dhe me diskutu. Faleminderit që më ktheve ka vetja, edhe më shtine me mendu dhe për ëndrat cilat i kam pas, edhe që kom harru. Shumë e bukur kjo. Faleminderit shumë e dashur, këtë në fund e dua një porosi të ndën për të gjitha gratë dhe vajzat që janë duke na ndjekur. Vajza, gra, qëndroni vetja.
pavarësisht presioneve, sepse kur të qëndroni vetja, edhe jeni në harmoni me vetën, atëherë edhe të tjerëve do t'ja ndryshoni mendimin, çfarë do që është ai mendim për juve. Shumë e bukur. Dashur, faleminderit shumë, unë uroj suksese dhe uroj që të shihemi edhe në rrethana të tjera. Faleminderit shumë Elvana. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë të këndshëm me drejtoreshën e kulturës në komunën e Prishtinës, zonjën e nderuar Sibel Halimi. Me porosinë e saj që të qëndrojmë të gjitha vetvetja, ne japim fund këtij edicioni duke u lënë takim javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.